Si është e mundur që Erion Velia, një njeri që ka pasur pushtet, ka njohur dhe ligjin, të përdor sende të palishme në qeli? Nuk ka njohur asnjëri nga këta, nuk njeh ligjin. Po si është e mundur që të përdor sende të palishme në qeli dhe të flasë në mënyrë kaq të lirshme, duke menduar se nuk do të përgjohet? Se smundja e tyre është kaq shumë e tmerrshme që ata mendojnë që duke mos njohur ligjin, ata mendojnë që kanë gjithçka në dorën e tyre, kanë pushtetin, kanë partinë dhe duke menduar se kanë partinë bëjnë gjithçka. Tani të japim një sqarim të qartë. Jo se do të thotë që zoti Veliaj që është në burg aktualisht partia nuk e mbron. Pjesërisht e mbron, por për shkak se zoti Veliaj bëri një konflikt me prokurorët, që prokurorët mund të jenë pjesë dhe të atashuar pranë Partisë Socialiste, sepse është shumë e qartë që prokuror si zoti Kraja ka qenë në kohën e komunizmit dhe ka qenë person që ka dënuar për shkak të partisë, persona të tjerë. Pra do të thotë që ata janë të atashuar në një farë mënyrë me Partinë Socialiste ose me Partinë Komuniste, por duhet keni parasysh diçka, që zoti Veliaj, dhe jo vetëm zoti Veliaj, dhe Tauland Balla, dhe Belinda Balluku, dhe Ahmetaj, dhe të tjerë, të cilët edhe Lefter Koka, edhe Alçi Bllako, edhe Vagjush Dako, edhe ai Goro, edhe njerëz të tjerë, edhe Ilir Meta, po do ta marrim, edhe Sali Berisha, nuk kanë menduar kurrë që janë të dobët në raport me drejtësinë. Dhe kjo nuk tregon që drejtësia është më e fortë ndaj tyre. Jo. Nuk kupton diçka tjetër që akoma nuk po e kuptojmë ne si shoqëri. Drejtësia funksionon momentalisht sepse është e urdhëruar politikisht të kryej veprime. Dhe jo si ne kemi një drejtësi e cila është ajo drejtësi që do të sjellë të shqiptarët shpresë. Shpresa me burgaxhi nuk vjen kurrë, se burgaxhiu do qëndrojë aty, do dënohet dhe në fund fare ti nuk fiton asgjë. Përkundrazi, ti si drejtësi e re e fut dhe madje ditë për ditë ne nga taksat tona pagojmë 50.000 lekë për çdo person. Por ti, në rast se ke drejtësi dhe do ta bësh të funksionale, bëj kontabilitet pasurisë së tyre, se kuptohet qartë se kush ka vjedh, sepse këta, kur nuk kanë njohuri të ligjit, kanë vjedh në mënyrë të babzitur. Dhe kur kanë vjedhur në këtë formë, ti vendos një kontabilitet aty, bëj një auditim, shifrat flasin vetë, nuk kanë nevojë shifra ti bësh shumë interpretime. 1 + 1 2, mbaroj. Dyshin më arsyeto, ku e gjete, si e gjete në raporte me deklarimet që ke bërë nga dita kur je fut në politikë dhe në ditën që po del nga politika ose në ditën kur unë të kam marrë në hetim si spak. Kjo nuk kupton vetting, që mos ngatrohemi, mos më ngatroni me lushat. Por, unë dua të them diçka tjetër. Mënyra se si perceptohet e ne është sikur kemi një drejtësi të fortë që tani merr gjithë këta dhe i fut brenda. Kjo nuk quhet drejtësi. Kjo quhet një presion i qartë kundër çdo personit që kërkon në një formë apo një formë tjetër të marrë pushtetin e kryeministrit. Pra, ata që mendojnë që zoti Dumani punon që të japi Shqipërisë një mesazh që ne i fusim të gjithë këta brenda dhe çuditërisht po lejmë dikët jashtë që është shoqëruar dhe bashkëshoqëruar me këta të tjerët, është thjesht sa për të mbushur statistikat. Sepse ju duhet ta dini shumë mirë sa ish prokuror janë atashuar pranë Partisë Socialiste me mbarimin e mandatit të tyre të prokurorëve, ose kanë ikur nga profesioni i prokurorëve dhe janë bërë politikan. Ju duhet ta dini shumë mirë sa antar të KLP-s, KLG-s, KPA-s, KPPA-s, që ishin këto të pavarur që do na bënin filtrimin e tyre, janë atashuar pranë Partisë Socialiste kandidat dhe përveç kësaj kanë ikur në institucionet të pushtetit ekzekutiv dhe jo gjyqësor.
Tani do flasim me emra, se do t'i gjej emra, do t'i selektoj një nga një. Por po e them si rast. Pra, jo se drejtësia erdhi kjo e pavarura, kjo e lodhshme, e dikurshme, edhe tani këta reformatorët të mëdhej ndryshuan kostume, ndryshuan tabelën edhe fillojnë në aksion. Jo se i dha dikush shpatën këtyre dhe fillojnë këta dhe bëjnë kapin më të madhe maksimale dhe tani po bëhet nami këtu edhe po arrestohen, po del spaku gogolit, kapi këta gogolushat e vogël. Nuk ekziston. Këto janë thjesht vetëm për të na mbushur në mendjen që shiko që ka një Altin i fort. Do të bëj një parantezë këtu. E mani men ju dy media, të cilët janë të atashuar shumë përpara, jeni gazetar dhe nuk dua që të ju fus në konflikt, dy media të posaçme duken, vetëm i mungon emri dhe emri Partisë Socialiste ngjitur dhe kanë dalur dhe i bën lavazh ku arrestonte Ilir Meta, lavazh spaku nga mjeset e ndark. Dumanit artikuj fantastike, çdo prokuror të brendshëm fjalim më të lavdërimit të papame. Dhe erdhëm në momentin kur dy media të posaçme që flasin shqip por kuptojnë gjuhë të huaj, jo shqip por të Bashkimin Evropian, dhe këto dy media ndryshuan duke goditur Dadon. Pra, godasin spakun, nuk godasin prokurorin. Se prokurori si Dumani është, nuk ka një ndryshim të madh. Por aty ju do kuptoni jo fuqin e këtyre, por ju do kuptoni porosin që këta janë të fort, të kryen detyrën nëpërmjet porosisë dhe të bëjnë arrestimin e fort në sy të publikut që të kënaqin çfarë kryetarin e Partisë Socialiste, qeverisë, që t'i thënë çdo personi tjetër që është pranë kryeministrit, që në rast se ju mendoni apo keni në trurin tuaj që do t'i merrni karriken këtij të pari që ne kemi, ju do pastroheni nga drejtësia e re amerikane, e cila nuk është amerikane, është krejtësisht e Partisë Socialiste, sepse aty do të shikoni qartazi që në funksionimi i kësaj drejtësie funksionon sipas porosisë së Edi Ramës, sepse vetë ai u tradhtu dhe tha drejtësia është ajo që unë kam bërë. Pra do të thotë që kemi një vetë përgjegjësi që ai ka bërë drejtësinë dhe i bëri politikan dhe ai vetë nga politikan i çon burgaxhin. Të mbetemi sërish tek Erion Veliaj, i cili në raportimet e mediave thuhet që i ka marrë telefonin punojësit të policisë për të bërë disa telefonata, gjë që e ka ngarkuar edhe me një akuzë të re nga ana e spakut. Tani një pyetje lind natyrshëm, si është e mundur që një politikan me një eksperiencë si Veliaj të bëjë një gaf të tillë duke i marrë telefonin punojësit policisë për të bërë telefonatën, ndërkohë që do duhet të ishte i vetëdijshëm që ndodhet në përgjim. Së pari, dispozita penale që zoti Veliaj akuzohet është shumë e rëndë dhe është nga 5 deri në 10 vite. Është një nga dispozita të cilët megjithmen kam qenë i habitur kur e kam lexuar fillimet më parshme, por edhe tani që ndodhi në rasti Veliajt e ripash dhe thash pse ka shumë dënim nga ana e ligjvëndësit lidhur me këtë dispozit. Normalisht kjo kupton qartazi që zoti Veliaj ka dashur një shpëtim, ka dashur të flasë dhe të përcjell një mesazh që nuk u desh të u dëgjonte dhe nga njerëz të tjerë. Dhe ajo që unë kuptoj është që zoti Veliaj ka punuar në mënyrë shumë profesionale, jo nga pikpamja e politikanët. Pra, ai për shumë mund quhet politikan, për mua quhet amator, sepse asnjëherë nuk ka krijuar respektin e dur të krijojë kundërshtar politik, se politika ka diçka të shenjtë kundërshtar.